Gjatë një takimi të zhvilluar me banorë të Devollit, kryeministri Edi Rama u kërkoi votën për Partinë Socialiste për të rritur ekonominë dhe për të ulur papunësinë. Rama nuk nguroi as të ironizonte programin ekonomik të Partisë Demokratike, për të cilin tha se është i parealizueshëm. Tani e kishim Saliun që thyen dhe rekorde për ndënjur ujë. Doli dhe Luli që thyen rekorde për të ecur në këmbë. Mbase ka dashur të thotë që unë nuk dua timonin, se e bëj rrugën në këmbë, dua këpuc. Unë mendoj që këto janë qesherake. Edhe ai ashtu quajtur i program ku janë bashkuar Gjermanët dhe Amerikanët për t'ia shkruar, nuk ka brenda as Gjerman, as Amerikan, po ka brenda të njëjtin shejtan, që është shejtani i politikës vjetër, gënje sa të mundesh për të marrë vota, e pastaj bëju ç'të mundesh me votat që t'japin. Kryesocialisti u kërkoi banorëve që me 25 qershor mos jenë si tifoz, por të votojnë Partinë Socialiste, fal vendosmërisë së cilës sipas tij po bëhet shtet.